Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim të gjithëve nga Live from Tirana dhe për këtë të marrë të datës 25 mars, 10:09 ora eksakte. Në këtë moment është e marrë, ditë e vranë, ditë me shije, kështu parashikohet të jetë të moti, të paktën sipas aplikacionit në celularët tanë deri të mërkurën tjetër, kështu që mos shpresoni që të shihni diell këto ditë, por ja ku jemi ne këtu si çdo ditë tjetër prej orës 10 deri në orën 12:00 që t'ju ja bëjmë ditën më të bukur me temat, informacione të ftuarit që kemi her pas herë në studio, por dhe muzikën e mirë që përzidhet me delikatesë nga DJ Tan, her Wizy DJ, her Danko DJ. Ky i fundit sot me ne në pultin e transmetimit. Ndërkohë, do të flasim pjesën e parë të programit për një temë në fakt shumë interesante, ku flitet shumë, por me sa duket jo të gjithë e njohin, dhe ne do mundojmë të futemi pak më thellë sot në këtë temë. Pra nëse dikush sot një i ri vendos të blej një apartament kryesisht në Tiranë, ku është edhe metropoli, ku të gjithë synojnë të jetojnë, të hapin biznese, të punojnë, kush janë sfidat që duhet të përballen dhe a mos ndoshta çmimet kanë fluturuar pak siç nuk e kemi parashikuar dhe çfarë mund të bëjmë më mirë. Me ne sot në studio është Ervin Perla, përshëndetje, agent imobiliar, ë? Shtermi i dur apo? Ervin Demirgjiu, Perla Quzyra. Okay. Tani. Okay. Edhe unë dua ta filloj me shiun fatikisht. Edhe kjo pjesa jonë e çmimeve është si shiu. Është si kjo koha me shi. Çmimet janë goxha të larta dhe kështu do vazhdoj. Dhe kështu do vazhdoj. Përveç atyre që do blejnë sot, ato po që do të shohin ditë bardha në vazhdim. Sepse po mos është një lloj mashtrimi ky që i bëni ju her pas here ju të real estate audiencës. Jo, nuk është fare mashtrim. Sepse thuhet që do vi një moment që nuk kanë më ku shkojnë çmimet dhe mund të ulen. Tani, nuk mendoj se do vi ky moment. Vetëm pak më afër mikrofonit. Nuk mendoj se do vi ky moment të paktën dhe për shumë vite. Sepse Tirana është gjithë Shqipëria. E gjithë ekonomia është këtu përqendruar. Kushdo që jeton në Shqipëri e do një apartament në Tiranë. Dhe përveç kësaj, ne sot shikojmë një interes goxha të lartë nga tuajt, sepse për ne vërtet janë çmime të larta, por një që vjen nga Gjermania nuk ka çmime fare të lartë. Do të blen Tiranë nuk është fare problem për atë. Po një nga Anglia etj do vendet skandinave do blen pa problem në Tiranë. Në Tiranë dhe në Bregdet pastaj, patjetër. Problemi është për ekonominë tonë, patjetër. Por ideja është që nëse blejmë sot jemi të fituar, nëse blejmë nesër sigurisht që jemi goxha të humbur. Çmimet janë në rritje, ka ato teoritë konspirative që folën më pak më parë që ka shumë persona apo shumë agent që nuk e njohin tregun, nuk e njohin të industri që kanë vite që thonë që do plas kjo flluska, por duhet të kishte plasur, nëse do ishte fllus, vërtet do të kishte plasur me kohë. Prandaj them që kushdo që do të blej, kohë e dur është blej sot. A mos ndoshta është duke opozuar pak me çmimet Ervin, unë jam ratuar me shtëpi dhe nuk shoh njoftimin, po djem më doli një njoftim rastësisht scrolling në internet, një apartament në Astir me qira kushtonte 650 euro. Pyetja është sa duhet ta kesh rrogun në Tiranë për të paguar qiran, parkimin, dritat, ujë, internetin, shefet personale, të jetosh me gjëra minimale për të jetuar, kur ndërkohë një qira kushton 650 euro në Astir, jo në blok. Tani e vërtet është kjo, që çmimet janë goxha të rritur edhe për qirat. Edhe qirat nuk do bien, është ideja. Edhe qirat nuk do bien sepse janë prona që po blihen shtrenjt. Janë prona që po blihen shtrenjt, janë prona që po blihen për investim dhe sigurisht që do dalin edhe me qirat goxha shtrenjt. Tani sa do të jetë rroga? Rroga do të jenë goxha të larta realisht për përballosh një apartament të tillë. Problemi është për një çift të ri, që sapo kanë filluar jetën. Pastaj për rinin që jetojnë shok apo shoqë bashkë, e kanë gjetë deri diku zgjidhen sepse i dalin në shpenzime. Ne nuk po flasim më për studentë, po flasim në një moment që ti dëshiron të sistemohesh me një apartament me bashkëshortin dhe duhet të jetosh. Tani, për ato që janë me bashkëshortin, ato duhet blejnë. Okej. Nuk duhet të rinë me qira. Çdo vit që ato paguajnë qira janë para të hedhura dëm, janë lekë çuara dëm. Kushdo që ka ndar mendin që do jetojnë në Shqipëri, çiftet e reja duhet blejnë me patjetër. Të gjejnë mënyrat. Të gjejnë mënyrat me patjetër të blejnë. Kush janë mënyrat që ju i sugjeroni klientëve më efikase që të çon drejt blerjes së një shtëpie, por që nuk të bie dhe jo shumë rënd? Domthon çfarë këshilloni ju një klienti që vjen tek ju? Tani, ideali është ta ketë
pagesën vet. Është pjesa ideale. Ajo është perfektja, por e marrim se kur nuk i ka këtë mundësi dhe duhet të marrë kredi, por mendoj mirë këshilla se janë shumë të vlefshme për dëgjuesit tan, po ma bën DJ që duhet me dorë që duhet të shkëputim për pak reklama. Dhe rikthehemi pas pak në program me këshilla që ju sugjeroni klientëve tuaj. Rikthehemi sërish në program, jemi me Ervinën në Agent Imobiliar dhe lam tek ajo që çfarë i këshilloni ju klientëve tuaj për hapat më të mira dhe më me shumë efikasitet për blerjen e një shtëpie, që sigurisht besoj i orientoni drejt kredive. Këshilla e parë është të blenë shtëpi, mos rrini me qira. Nëse kanë plan të rinë me qira, janë duke humbur. Është shumë se 2 vite apo 3 vite janë totalisht humbur. Janë para që nuk i kthehen më absolutisht mbrapsht. Pra, të ndajnë mendjen të blenë shtëpi. Kjo është kryesore. Po mirë, në momentin që blenë shtëpi, për sa vite lahet kjo kredia në proporcion me qira? Nuk ka rëndësi fare për sa vite lahet. Rëndësishme që vlera e asaj shtëpie do rritet. Okej. Vlera do ato para që ato kanë hedhur për kredin janë para që i marrin mbrapsht. Nëse duhet ta shesin për 1001 arsye, ta shesin një kod caktuar, janë para që ato i marrin mbrapsht me patjetër. Do fitojnë paratë që paguajnë çdo muaj. Këto fitojnë dhe rritjen e vlerës pronës. Do janë totalisht fituar. Pra, kushdo që është me qira, urgjent të blej shtëpi. Blej shtëpi. Tani idealja tham dhe pak më parë që është ti keto të para vet. Pastaj në pamundësi sigurisht ti futet kredis. Tani ne kemi disa kredit buta që trumpetojnë që janë buta, realisht buta janë, po nuk janë efikase. Janë buta në plot kuptimin e fjalës. Janë aq buta sa që nuk formon dot si kredi. Bashkia e Tiranës jep disa kredi. Por kuotat janë aq shumë sa që realisht vetëm 5% mendoj që arrin të lëvrohen në kredi, sepse janë me çmime nën çmimin e tregut apo nën çmimin e referencës që nuk arrin dot realisht të marrin. Biles gjej rastin nëse dikush na dëgjon nga bashkia kush merr në to, ti ulet to kuotat, ti përgjysmoj, por realisht i bëj të prekshëm për qytetarët e kredi. Se vinë qytetarët tek ne, i bëjmë një analizë për pronat, për gjërat ku duan të blejnë etj. Dhe realisht e kanë pamundur blen, e kanë totalisht pamundur, paktën për kredi të buta. Pastaj kredi tjera, ne i sugjerojmë gjithmonë kur vinë të bëjnë një vizitë tek banka, do të shkojnë tek banka të bëjnë një analizë të tyre të ardhurave, shpenzime etj. Që të shikojmë deri ku ato mund të marrin dhe në bazë të vlerës që ato mund të përfitojnë në bazë të ardhurave që kanë, ne pastaj i referojmë zonat që ato vërtet mund t'i prekin, mund t'i marrin. Pavarësisht se këtu duan të gjithë qendrën, por realisht qendrën do të marrim dot gjithë. Kemi një treg të pastër në botën e të dhënërit qira, shtëpi me qira. Në ç'kuptim të pastër? Të pastër në kuptimin që i deklarojnë të gjithë këto njerëzit që japin shtëpi me qira, faturat, kontratat, siç duhet të funksionojë. Dhe a ka një ent rregullator që ka vendosur çmim tavan se sa duhet të jenë çmimet e qirave në zona të ndryshme të Tiranës, apo vendosen sipas shefit të vet? Tani dhe thuhet bëj pak avokatin e djallit këtu që ju të real estate-eve ndikoni pak në rritjen e qirave. Pra nëse ju shihni një tabelë që Danko DJ jep apartamentin e tij 300 euro qira, ju thoni po ma lër mua se mund ta jap edhe me 450. Tani është vërtet që ne duam të shesim shtret apo të japim shtret me qira. Por finalja ne duam të shesim. Dhe nëse ne mbajmë një apartament shtret, ai do rri për shumë gjatë aty. Do bëjmë shumë shoqërim aty, që do thotë nuk ja vlen ne të merrim atë pronë. Ne mundësisht duam që një pronë ta japim me një shoqërim dhe të mbarojmë punë, të merrim me pronën tjetër. Pra që bie poshtë e pjesa. Ne nuk duam të shesim shtret, ne duam të shesim, ne duam të japim me qira. Por duam të jemi efektiv, të jemi të shpejtë. Po shkuam disa herë një pronë, ka humbur vlerën totalisht, është kohë humbur për ne. Tani vlera referencë apo vlera çmime, ato vendos tregu realisht. Vendos tregu. Tirana sot ka goxha kërkesë për qira. Ka goxha kërkesë për qira dhe mund të themi që në momentet e caktuara kemi edhe mungesa të qiras. Kjo vjen dhe si rezultat i Airbnb-ve. Vjen si rezultat i shumë shërbimeve që po kryhen në Tiranë, siç është edhe kjo dentarët për shembull. Klinika dentare që kanë marrë një pjesë të madhe të apartamenteve që i shfrytëzojnë për klientët e tyre. Janë prona që realisht mund të jepin për tregun shqiptar, por ndërkohë janë për tjetër treg. Pra, duke qenë se ka kërkesa dhe çmimin e vendos vetë tregu i lirë. Pra nuk është se është dikush që të jap një minimum apo maksimum që ti nuk e jep dot mbi këtë pronë. Ti sigurisht që nuk e jep dot në një çmim caktuar apo do tatohesh për atë vlerë,
por maksimale vendos vetë rregull. A shiten sot shtëpi? Sa shtëpi shet në një muaj ti? Tani mesatarisht. Shiten shtëpi. Shiten. Patjetër që shiten shtëpi. Do të shiten shtëpi, shiten pronë që rishiten nga qytetarët. Sepse ka disa teori që shumë prej apartamenteve në Tiranë, të pallateve të reja janë bosh. Tani ne shkojmë tek ndërtuesit dhe ato pjesë më të mëdha i kanë të bllokuar, i kanë të shitur. Që në grop, në thonjza që është ky termi popullor që përdoret. Po dhe pa dalë projekti akoma, do ato shesin realisht. Ne synojmë pronën e kliringut, janë prona që i marrin me kliring dhe duan të rishesin dhe realisht ka goxha kërkesë, goxha shitje. Po shkon Tirana çdo ditë më shumë drejt rezidencave. Ne shohim pafundësisht njoftime të zonave të ndryshme të Tiranës që nëse më parë në Tiranë kishim 1 apo 2 rezidenca, sot janë në shtim. Janë të mbushura këto rezidenca, pra ka interes, po shkojnë shqiptarë çdo ditë më shumë drejt rezidencave? Po, tani ideja është kushdo që ka arritur një standard nivel jetesë të vetëm do jetoj më mirë. Jetoj më mirë. Qetë, ta arrijë akoma më tepër. Dhe sigurisht që rezidentët japin disa facilitete, por që kanë dhe shumë më shumë kosto se sa një apartament në pallat. Ka goxha kërkesa për rezidentët. Po shtohen realisht. Shtohen kërkesa, shtohen rezidentët. Me shitje tokash në zonave të ndryshme të Tiranës, në periferi, është dhe kjo mund ta themi një lloj trendi që blejnë toka dhe zgjidhen më pas të ndërtojnë vetë shtëpitë e tyre? Ka besoj që shisin dhe toka. Patjetër. Ka dhe kategori të tillë që duan të jenë fare larg qytetit, larg zhurmës, larg komshinjve, që preferojnë të blejnë toka dhe të ndërtojnë dhe vetë. Ka, sigurisht që nuk janë shumë, por ka. Të shkon më lirë kjo gjë apo varet? Sa të tokat kushtojnë? Nuk mendoj se të shkon më lirë. Ka, ne themi shumë angari, sepse që nga tokat, që nga blerja e tokës, marrja e lejeve etj, ndërtimi, realisht do goxha angazhim, Por janë ato që janë të fiksuar tek shtëpitë private, duan ato privatësime. Që duan të luksin. Realisht e ndërmarrin të udhëtim. Ju se mendoni, është mirë të blesh një tokë dhe të ndërtosh apo një apartament? Në varet si ke kushtet familjare. Nëse je familje re, ke fëmijë të vegjël, sigurisht që nuk shfutesh dot nga qyteti, nga realiteti. Pastaj nëse megjithëse Tirana është bërë shumë e aksesueshme me unazat që janë ndërtuar, kështu që patjetër që po. Duke përdorur unazat shkon shpejt në qytet. Patjetër që po. Ideja duhet që fëmijëve t'i lësh një automjet në dispozicion. Ndërsa nëse je në Tiranë nuk ke nevojë, do ndjek shkollën, kurset, ndjek të gjitha. Do thonë është zonë që dëshiron të kesh një lloj standardi ekonomik, patjetër nëse të zgjedh të jetosh aty. Patjetër që po. Pra, mund të themi që nuk është kaq e tmerrshme për të blerë një shtëpi. Si e gjikoni ju? Të ishte aq e tmerrshme ne nuk do kishim shitje. Sigurisht që nuk është e tmerrshme, por do impenjimi në dur. Do të gjesh personat e dur të udhëzojnë në këtë proces. Në përditshmëri, unë nuk e njoh shumë tregun e huaj, por thuhet edhe që qerat në Tiranë gati apo që në departamente kushtojnë sa në Milano të Italisë apo sa e vërtet është? Tani unë kur bëj krahasime faktikisht të qyteteve, Tirana e krahasoj me Milano, e krahasoj me Romën, dhe sigurisht që çmimet aty do shkojnë. Sigurisht që nuk kemi në ato nivele çmimesh, sepse nuk kemi. Ne kemi njerëz që marrim informacione, jemi shumë më poshtë, por drejt asaj do shkojmë, nuk kemi. Jemi duke shkuar drejt çmimeve të Milanës. Do shkojmë patjetër sepse zot Tirana është kryeqendër, mendoj. Mirë, unë uroj që mos të shkojmë vetëm në çmimet e qyrave, apartamenteve në tregun e botës imobiliare, por edhe në standard rrogash, dritash, mjekësie e gjitha në radhë. Shpresoj të rriten gjitha. Ervin, në mbyllje, për ta përmbledhur gjithë këtë bisedë, çfarë është e rëndësishme të themi atyre që na dëgjojnë sot që kanë në plan për blerë një shtëpi apo janë konfuz apo dëgjojnë këto teoritë që unë përmenda? E rëndësishme që kushdo që të blejë një pronë duhet të gjejë një konsulent realisht specializuar që i ka vërtet aftësitë për ta udhëzuar drejt. Sepse ne shikojmë shumë persona që kanë blerë prona nga persona jo adapt, si mund ta themi, dhe janë bërë pishman. Apo kanë humbur para, nuk kanë fituar, por kanë humbur para. Prandaj është shumë e rëndësishme të gjejë një person vërtet zot, vërtet i udhëzoj për të fituar. Mirë, dëgjoj, se po e mbyllim, po gjatë reklamës kam një shtëpi në Lushje, mund të më ndihmosh tash? Patjetër që